Që ato lartësi, ata hupin lidhen me realitetin u ta? Jo, po mënej personalisht për mu jo. Fokusin gjithmonë dush me pas nivel. Normal, çka është mbi 7.000 metra është zonë e vdekjes edhe trupi gradualisht vdes nëse rrin shumë gjatë. Edhe ideja është, deri në 6.500 metra na shkojmë aklimatizohemi edhe mandej sa mi t'pushat kur i bojna shkojna mi 6.500 metra, e prek një herë, nuk shkon disa herë nalt. Edhe ideja është në 7.000 metra duhet me nejtë sa ma pak, me shku me bo majen edhe mu kthy sa ma shpejt poshtë. Shkak se nëse rrin ma gat, ja nis veçmeni që gjithçka në trup të vdek, kadal. Edhe për mu unë nuk kam nëj farë ndamje të realitetit, për shkak se munona maksimalisht me kone fokusume, me kone fort, edhe me rujt energjin për sa me t'posh, me shku nalt, me kthy shpejt, me munu me pi sa ma shumë, me munu me hongër në përkampe, mi paketu sanet sa ma shpejt, me shku të poshtë sa ma shpejt edhe me mrin kam 2. Tani kur shkon kam 2 ekipa një farë hoteli me 2 yje, se adhe në fillim do këtë te për rënd, po manej kur t'kthesh për sa me t'pushit, kampi 2 do këtë hotel me 2 yje, e manej kur t'kthesh në kam bas do këtë një hotel me 5 yje. Edhe thu, wow, u ktheva. Edhe në 5.600 metra, 5.300 metra, para 20 dite, s'ke mujt me flejt, s'ke mujt me marrë frym, edhe manej mas summitit, mas majës, do këtë që është gjithçka perfekt, ki oksigjen mjaftueshëm. Për të parë epizodet e plota të As Travel Stories, mjafton të bëni subscribe në kanalin tonë zyrtar në YouTube.